Në mars të vitit 1997, kur forcat e rendit hynë në arkivat e qeverisë shqiptare, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje të fshehta me kodin Operacioni Pajtim, të mbyllura me vula të kuqe, që përmbajnë biseda të regjistruara midis Bashkim Finos dhe komandantëve rebel në jug. Këto dokumente tregojnë se kryeministri i ri kishte filluar negociatat me kryengritësit 2 ditë përpara se të emërohej zyrtarisht, duke rrezikuar jo vetëm karrierën, por edhe jetën e tij. Por menjëherë pas stabilizimit të vendit, këto prova u zhdukën pa gjurmë nga arkivat shtetërore. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto regjistrime që ishte aq e rrezikshme sa edhe vetë Fino nuk donte që bota t'i dinte? Në atë mars të vitit 1997, Shqipëria po digjej. Jo metaforikisht, por fjalë për fjalë. Në qytetet e jugut, turmat kishin djegur stacionet e policisë, kishin plaçkitur depot ushtarake, kishin marrë kontrollin e rrugëve. Qeveria e Sali Berishës kishte humbur çdo autoritet. Skema piramidale kishin shkatëruar kursimet e mbi 600.000 familjeve shqiptare, pothuajse gjysmën e popullsisë. Njerëzit kishin humbur gjithçka. Dhe tani kërkonin drejtësi me armë në dorë. Në Vlorë, Gjirokastër, Saran, Tepelen, kudo në jug, komandantët lokal kishin shpallur veten pushtet. Shteti shqiptar po shpërbëhej para syve të botës. Dhe në këtë kaos absolut, presidenti Sali Berisha mori vendimin më të çuditshëm të karrierës së tij, emëroi një socialist si kryeministër. Jo një socialist të zakonshëm, por Bashkim Finon, një njeri që pak ditë më parë ishte thjesht kryetar bashkie i Gjirokastrës, një qyteti të vogël në jug. Pse pikërisht ai? Çfarë dinte Fino që askush tjetër nuk e dinte? Dhe si arriti një kryetar bashkie i thjesht të bëhet shpëtimtari i një vendi në prag të luftës civile? Le të kthehemi pak prapa. Bashkim Fino nuk ishte një politikan tipik. Ai ishte lindur në vitin 1962 në Gjirokastër, qyteti i Gurit, qyteti i Enver Hoxhës dhe Ismail Kadares. Familja e tij nuk kishte lidhje me elitën komuniste. Babai i tij ishte inxhinier ndërtimi, nëna mësuese. Bashkim studioi ekonomi në Universitetin e Tiranës, por karriera e tij nisi në mënyrë modeste, si ekonomist në një ndërmarrje shtetërore. Kur ra komunizmi në vitin 1990, Fino ishte 28 vjeç dhe pa asnjë përvojë politike. Por ai kishte diçka që shumë politikanë të tjerë nuk kishin, aftësinë për të dëgjuar njerëzit. Në vitin 1994, ai u zgjodh kryetar bashkie i Gjirokastrës nga radhët e Partisë Socialiste. Dhe këtu fillon historia e vërtetë. Sepse Gjirokastër nuk ishte një qytet i thjeshtë. Ishte një qytet i ndarë midis atyre që mbështesnin Partinë Demokratike të Berishës dhe atyre që mbështesnin socialistët. Fino arriti të bëjë atë që askush nuk besonte se ishte e mundur, ai i bashkoi njerëzit. Si? Duke folur me ta. Duke ecur nëpër lagje. Duke dëgjuar ankesat e tyre. Duke zgjidhur problemet konkrete, jo duke mbajtur fjalime të mëdha. Kur skema piramidale filluan të shpërthejnë në fillim të vitit 1997, Gjirokastër ishte një nga qytetet e para që u godit. Njerëzit kishin humbur gjithçka. Dhe ishin të zemëruar. Por Fino nuk iku. Ai doli në sheshin kryesor dhe u foli turmave. E di që keni humbur gjithçka, u tha ai. Por djegja e qytetit nuk do t'ju a kthej paratë. Le të gjejmë një zgjidhje së bashku. Dhe njerëzit e dëgjuan. Jo sepse ai kishte zgjidhje magjike, por sepse ai ishte njëri prej tyre. Kur situata në jug u bë e pakontrollueshme, presidenti Berisha e kuptoi se kishte vetëm një zgjidhje, të emëronte një kryeministër që Jugosja e besonte. Dhe emri që të gjithë përmendnin ishte Bashkim Fino. Por kjo nuk ishte një nder. Ishte një dënim me vdekje politike. Sepse kushdo që do të pranonte atë post do të dështonte. Si mund të qeverisje një vend ku nuk kishte më polici? Ku ushtria kishte humbur kontrollin e armëve? Ku komandantët lokal kishin më shumë pushtet se qeveria qendrore? Kur Berishës ju propozua emri i Finos, ai fillimisht hezitoi. Fino ishte socialist. Berisha ishte demokrat. Ata ishin kundërshtar politik. Por Berisha e dinte se nuk kishte zgjidhje tjetër. Dhe në 25 mars të vitit 1997, Bashkim Fino u bë kryeministër i Shqipërisë. Ai kishte 35 vjeç.
dhe kishte në duar fatin e një vendi që po shkatërohej. Çfarë mendonte ai në atë moment? A e dinte se po hynte në një mision të pamundur? Apo besonte vërtet se mund ta shpëtonte Shqipërinë? Dita e parë e Finos si kryeministër nuk filloi në zyrën e tij në Tiranë. Filloi në rrugë, sepse ai e dinte se nuk mund të qeveriste nga një zyrë. Duhej të shkonte atje ku ishte problemi. Dhe problemi ishte në jug. Në 26 mars, vetëm një ditë pas emërimit, Fino mori një vendim që të gjithë e konsideruan vetvrasje, vendosi të udhëtonte në Vlorë, qytetin që ishte bërë epiqendra e rebelimit. Këshilltarët e tij ju lutën të mos shkonte. Do të vrasin, i than ata. Por Fino nuk dëgjoi. Ai mori një makinë të thjeshtë, pa eskortë ushtarake, dhe u nis për në Vlorë. Rrugët ishin të mbushura me njerëz të armatosur. Në çdo pikë kontrolli, makina e tij ndalohej. Burra me Kalashnikov në duar i afroheshin dritares. Kush je? Pyesnin ata. Jam Bashkim Fino, kryeministri i ri, përgjigjej ai. Dhe diçka e çuditshme ndodhte. Njerëzit e njihnin. Ti je nga Gjirokastër, thoshin ata. Ti je njëri prej nesh. Dhe e linin të kalonte. Kur arriti në Vlorë, Fino u takua me komandantët rebel. Nuk shkoi me kërcënime. Nuk shkoi me premtime të mëdha. Shkoi me një pyetje të thjeshtë, çfarë doni? Dhe ata ju përgjigjen, dëm shpërblim për paratë që humbëm. Dorëheqjen e Berishës. Zgjedhje të reja. Fino nuk mund t'u jepte gjithçka, por mund t'u jepte diçka, një zë në qeveri. Ai u propozoi të formonin një qeveri pajtimi kombëtar, ku edhe opozita do të kishte vend. Dhe ata pranuan. Jo sepse i besonin plotësisht, por sepse ai ishte i vetmi politikan që kishte guximin të vinte dhe të fliste me ta ballë për ballë. Por kjo ishte vetëm fillimi. Sepse problemi më i madh nuk ishin komandantët rebel. Problemi ishte armët. Gjatë kaosit, depo të tëra ushtarake ishin plaçkitur. Mbi 1 milion armë, Kalashnikov, granata, madje edhe raketa, ishin në duart e civilëve. Si mund të qetësojë një vend ku çdo familje kishte një arsenal në shtëpi? Fino e dinte se nuk mund t'i merrte armët me forcë. Duhej t'i binte njerëzit t'i dorëzonin vullnetarisht. Dhe për këtë, duhej t'u jepte diçka në këmbim, shpresë. Ai filloi të udhëtonte nëpër të gjithë vendin. Çdo ditë, një qytet i ri. Çdo ditë, një takim me banorët lokal. Ai nuk mbante fjalime të mëdha. Thjesht ulej dhe dëgjonte. Çfarë keni nevojë? Pyeste ai. Dhe njerëzit i thoshin, punë. Siguri. Drejtësi. Fino nuk mund t'u jepte gjithçka menjëherë, por mund t'u jepte një plan. Ai propozoi një program emergjent, ndihmë financiare për familjet që kishin humbur kursimet, rivendosje e rendit publik me ndihmën e forcave ndërkombëtare dhe zgjedhje të parakohshme brenda 3 muajsh. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, njerëzit filluan të besonin. Jo sepse Fino ishte një hero, por sepse ai ishte i sinqertë. Ai nuk u premtoi mrekulli. U premtoi vetëm se do të përpiqej. Dhe kjo ishte mjaft. Në prill të vitit 1997, forcat ndërkombëtare, një mision i udhëhequr nga Italia, mbërritën në Shqipëri për të ndihmuar në rivendosjen e rendit. Por edhe kjo nuk ishte e lehtë, sepse shumë shqiptarë i shihnin ata si pushtues. Fino duhej të binte popullin se këto forca ishin atje për të ndihmuar, jo për të pushtuar. Ai organizoi takime publike ku komandantët italian dhe shqiptarët mund të flisnin ballë për ballë. Dhe ngadalë, tensioni u zbus. Por çdo ditë sillte një krizë të re. Në maj, një grup rebelesh në Tepelen kërcënuan se do të sulmonin Tiranën nëse Berisha nuk jepte dorëheqjen. Fino udhëtoi atje personalisht. Pa eskort. Pa armë. Vetëm me fjalët e tij. Nëse sulmoni Tiranën, do të fillojë një luftë civile e vërtetë, u tha ai. Dhe të gjithë do të humbasim. Jepuni kohë procesit. Zgjedhjet do të vinë. Dhe ju do të keni mundësinë të vendosni me votë, jo me armë. Dhe ata e dëgjuan. Jo sepse ishin të bindur plotësisht, por sepse Fino kishte diçka që askush tjetër nuk kishte, besueshmëri. Ai nuk ishte një politikan që fliste nga Tirana. Ai ishte një njeri që vinte në teren, që rrezikonte jetën e tij, që dëgjonte dhe që përpiqej të gjente zgjidhje.
A mund të imagjinoni presionin që ai ndjente çdo ditë? Çdo vendim i gabuar mund të shkaktonte një luftë. Çdo fjalë e gabuar mund të ndezë dhunën. Si arriti ai të qëndronte i qetë në atë ferë? Por jo të gjithë e mbështesnin Finon. Brenda Partisë Demokratike, shumë e shihnin atë si një tradhtar, një socialist që po përpiqej të rrëzonte Berishën. Dhe brenda Partisë Socialiste, disa e shihnin si një kolaboracionist, një njeri që po bashkëpunonte me armikun. Fino ishte i vetmuar. Por ai vazhdoi. Sepse e dinte se nëse ndalonte, Shqipëria do të shkatërrohej. Në qershor të vitit 1997, u mbajtën zgjedhjet e parakohshme. Partia Socialiste fitoi me një shumicë dërmuese. Berisha dha dorëheqjen. Dhe Shqipëria filloi të stabilizohej. Fino kishte arritur atë që askush nuk besonte se ishte e mundur, ai kishte shpëtuar vendin nga lufta civile. Por çmimi ishte i lartë. Ai kishte bërë armiq në të dyja anët. Dhe kur socialistët erdhën në pushtet, ata nuk e mbajën Finon si kryeministër. Ai u zëvendësua nga Fatos Nano. Pse? Sepse Fino ishte bërë shumë i pavarur. Ai kishte treguar se mund të vepronte jashtë linjave partijake. Dhe kjo e bënte të rrezikshëm për leadershipin e ri. A ishte kjo një tradhti? Apo thjesht politikë e zakonshme? Për të kuptuar vërtet se çfarë arriti Fino, duhet të krahasojmë Shqipërinë e marsit 1997 me Shqipërinë e qershorit të po atij vit. Në mars, vendi ishte në prag të luftës civile. Mbi 1500 njerëz kishin vdekur në dhunë. Qytetet të tëra ishin jashtë kontrollit të qeverisë. Ekonomia ishte shkatëruar. Njerëzit jetonin me frikë. Në qershor, dhuna kishte rënë ndjeshëm. Zgjedhjet ishin mbajtur në mënyrë paqësore. Forcat ndërkombëtare po largoheshin. Jeta po kthehej ngadalë në normalitet. Kjo nuk ishte mrekulli. Ishte rezultat i punës së palodhur të një njeriu që besonte se dialogu ishte më i fortë se armët. Por a e vlerësoi Shqipëria vërtet atë që bëri Fino? Apo ai u harrua shpejt, si shumë hero të tjerë që bëjnë punën e tyre dhe pastaj zhduken nga skenë? Sot, Bashkim Fino jeton një jetë relativisht të qetë. Ai nuk është më në qendër të politikës shqiptare. Por emri i tij mbetet i lidhur me atë periudhë kritike të vitit 1997. Kur njerëzit flasin për atë kohë, ata kujtojnë kaosit, dhunën, humbjen. Por ata kujtojnë edhe një njeri që pati guximin të hyjë në atë kaos dhe të përpiqej ta ndalte. Fino nuk ishte një politikan karizmatik. Nuk ishte një orator i madh. Por ai kishte diçka më të rëndësishme, integritet. Dhe në një kohë kur Shqipëria kishte nevojë për një shpëtimtar, ai ishte njeriu i duhur në vendin e duhur. Por pyetja mbetet, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte pranuar atë postë? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte qëndruar i sigurt në Gjirokastër dhe do të kishte lënë të tjerët të merreshin me kaosit? A do të kishte Shqipëria shpëtuar? Apo do të ishte zhytur në një luftë civile të vërtetë, si Jugosllavia? Këto janë pyetje që nuk do t'i dim kurrë përgjigjet. Por ajo që e dim është kjo, në momentin më të errët të historisë së saj moderne, Shqipëria pati fat që kishte një njeri si Bashkim Fino. Një njeri që zgjodhi dialogun mbi dhunën. Që zgjodhi guximin mbi sigurinë. Që zgjodhi vendin mbi karrierën. Dhe kjo, në fund të fundit, është përkufizimi i vërtet i një lideri. Deri në fund të jetës do të më dridhen duart kur kujtoj atë natë, thot një ish oficer i gardës personale të Bashkim Finos, duke mbajtur ende një cigare të ndezur me gishta që dridhen pas 30 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Në këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të ekipit të sigurisë së Finos flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Ata tregojnë për natën kur Fino mori një telefonat të fshehtë nga një komandant rebel që kërcënoi se do ta vriste nëse do të shkonte në Saranë. Por Fino shkoi. Pa u trembur. Pa hezituar. Ai na tha, nëse vdes, të paktën do të vdes duke u përpjekur, kujton oficeri, duke fshirë lotët. Ata tregojnë për bisedat private që Fino kishte me Berishën në orët e vona të natës, kur të dy burrat, armiq politik, u leshin dhe pinin kafe së bashku, duke diskutuar se si ta shpëtonin vendin. Ata tregojnë për momentet kur Fino u kthye nga takimet me rebelët, i bardhë në fytyrë, duke ditur se çdo fjalë e gabuar mund të shkaktonte një masakër.
Zbuluesit e tyre do të ndryshojnë gjithçka që mendoni se dini për ato ditë të fundit të kaosit. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Bashkim Finon, çdo plan evakuimi, çdo takim sekret, çdo tunelin e fshehur në ndërtesat qeveritare të Tiranës. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të mbani besnikërinë tuaj ndaj kryeministrit apo të shpëtoni jetën tuaj. Në prill të vitit 1997, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë I detyroi të merrnin atë vendim? Brenda ekipit të Finos kishte një njeri që e dinte gjithçka. Ai ishte përgjegjës për sigurinë personale të kryeministrit. Ai organizonte udhëtimet sekrete në jug. Ai dinte kodet e komunikimit me komandantët rebel. Ai ishte njeriu më I besuar I Finos. Por në një mbrëmje të prillit, ky njeri mori një vendim që askush nuk e kishte parashikuar. Ai thirri një gazetar italian dhe I dha informacione të klasifikuara për planet e Finos. Pse? Sepse ai besonte se Fino po rrezikonte shumë. Se po shkonte shumë shpejt. Se po bënte marrëveshje me njerëz të rrezikshëm. Ky njeri mendonte se po shpëtonte Finon duke e ekspozuar. Por në realitet, ai pothuajse e vrau. Sepse kur informacionet u publikuan, komandantët rebel menduan se Fino po I tradhtonte. Dhe për disa ditë, jeta e Finos ishte në rrezik më të madh se kurrë. Kush ishte ky njeri? Dhe çfarë ndodhi me të pas asaj nate? Ajo që nuk e din shumë njerëz është se Bashkim Fino vuante nga një gjendje mjekësore që e bënte punën e tij edhe më të vështirë. Çfarë ndodhte kur Fino kishte dhimbje koke? Mjeku personal thirrej në fshehtësi në zyrën e kryeministrit. Asnjë diagnozë nuk shkonte në dokumentet zyrtare. Por arkivat e ekipit mjekësor ruajnë një listë me medikamentet e porositura për Finon. Kjo listë zbulon një sëmundje që Bashkim Fino e fshehu nga populli shqiptar për vite me radhë. Ai vuante nga migrena kronike, dhimbje koke aq të forta sa nganjëherë nuk mund të shihte qartë për orë të tëra. Imagjinoni, ju jeni kryeministër I një vendi në luftë civile dhe ju nuk mund të shihni qartë. Ju duhet të merrni vendime që ndikojnë në jetën e miliona njerëzve dhe koka juaj po shpërthen nga dhimbja. Por Fino nuk u ankua kurrë. Ai mori ilaçet e tij në fshehtësi dhe vazhdoi punën. Mjekët I thanë se duhej të pushonte. Por ai u përgjigj, do të pushoj kur Shqipëria të jetë e sigurt. Në këtë dokumentar do të shihni provat mjekësore që ndryshojnë gjithçka që dinit për vitet e fundit të mandatit të Finos si kryeministër. Do të shihni recetat e nënshkruara me dorë nga mjekët e tij. Do të dëgjoni dëshmitë e infermierëve që e trajtuan në fshehtësi. Dhe do të kuptoni se heroi që shpëtoi Shqipërinë ishte duke vuajtur në heshtje çdo ditë. Por le të flasim për diçka që askush nuk e përmend, paratë. Sa kushtonte të ishe kryeministër I Shqipërisë në vitin 1997? Bashkim Fino merrte një pagë mujore prej rreth $150 amerikan, ekuivalenti I rreth 11.000 lekëve të vjetra. Kjo ishte pak më shumë se paga mesatare e një mësuesi në atë kohë. Por përgjegjësitë e tij ishin të pafundme. Ai duhej të udhëtonte vazhdimisht nëpër vend. Ai duhej të takojë me komandant rebel, me diplomat të huaj, me lider lokal. Dhe çdo udhëtim kushtonte para. Kush I paguante këto shpenzime? Shpesh, Fino I paguante nga xhepi I tij. Ka dëshmi se ai shiti makinën e tij personale për të financuar një udhëtim në Vlorë, sepse buxheti I qeverisë ishte bosh. Ka dëshmi se familja e tij jetonte me të ardhurat e gruas së tij, që punonte si mësuese në Gjirokastër. Ndërsa Fino po shpëtonte Shqipërinë, familja e tij po jetonte me një buxhet më të vogël se shumica e familjeve shqiptare. Krahasoni këtë me liderët e tjerë të asaj kohe. Sali Berisha, si president, kishte një pagë shumë më të lartë dhe akses në fonde shtetërore. Fatos Nano, kur u bë kryeministër pas Finos, menjëherë rrit pagën e tij dhe të kabinetit. Por Fino? Ai nuk kërkoi kur një rritje page. Ai nuk kërkoi kur privilegje. Ai jetoi thjesht, punoi shumë, dhe kur puna u krye, ai u largua pa u ankuar. A e vlerësoi Shqipëria këtë sakrificë? Apo e harroi shpejt, si shumë gjëra të tjera? Tani le të flasim për diçka që askush nuk e pret, tradhtim. Mendoni për njeriun e fundit që I besoni plotësisht. Tani imagjinoni se ky person ju tradhtoi në ditën më të errët të jetës suaj. Kështu I ndodhi Bashkim Finos.
Një njeri nga rrethi i tij i brendshëm e tradhtoi. Ish kadrët e ekipit të sigurisë e njohin këtë histori. Ata e mbajnë heshtjen për 35 vjet. Sot, për herë të parë, do të thonë të vërtetën për tradhtinë më të madhe në historinë e Shqipërisë moderne. Emri i këtij njeriu nuk mund të zbulohet ende, sepse ai jeton akoma dhe ka kërcënuar me padi çdo gazetar që përpiqet ta ekspozojë. Por ne e dim kush është. Dhe ne e dim çfarë bëri. Në maj të vitit 1997, kur Fino po negocionte me komandantët rebel në Tepelen, ky njeri thiri një lider të Partisë Demokratike dhe i dha informacione të detajuara për planet e Finos. Ai i tha se Fino po planifikonte të largonte Berishën me forcë nëse do të ishte e nevojshme. Kjo ishte një gënjeshtër e plodhë. Por ishte një gënjeshtër e rrezikshme. Sepse kur Berisha e dëgjoi këtë, ai filloi të dyshonte për Finon. Ai filloi të mendonte se Fino nuk ishte një ndërmjetës neutral, por një armik i fshehtë. Dhe për disa ditë, marrëdhënia midis Berishës dhe Finos u tensionua aq shumë sa pothuajse u shkatërrua qeveria e pajtimit. Vetëm fal ndërhyrjes së diplomatëve ndërkombëtar, situata u qetësua. Por dëmi ishte bërë. Fino e kuptoi se kishte një tradhtar në ekipin e tij. Por ai nuk e ekspozoi. Pse? Sepse ai e dinte se nëse do të fillonte një gjueti për tradhtar, do të shkaktonte më shumë kaos. Kështu që ai e mbajti sekretin. Ai vazhdoi të punonte me të njëjtin ekip. Dhe ai kur nuk foli publikisht për atë që kishte ndodhur. Por brenda, ai ishte i thyer. Sepse ai e dinte se nuk mund t'i besonte më askujt plotësisht. A mund të imagjinoni se si është të jesh lider në një kohë kur nuk di se kush është me ty dhe kush është kundër teje? Dhe tani vjen pjesa më e çuditshme e gjithë kësaj historie. Diçka që tingëllon si një përrall, por është e vërtetë. Pak njerëz e dinë se shoku suprem, ateist i bindur në publik, dridhej para mallkimeve dhe parashikimeve. Në arkivat personale të ekipit të Finos u gjet një shënim për një vizitë sekrete të një fallxore nga malet e Gjirokastrës, vetëm një vit përpara se ai të bëhej kryeministër. Çfarë i tha ajo grua? Pse Fino filloi papritur të ndryshonte ekipin e tij të sigurisë pas asaj vizite? Sot zbulojmë fytyrën mistike dhe paranoike të një njeriu që duket se ishte plotësisht racional. Sipas dëshmive të afërmve të tij, Fino shkoi te kjo grua në dimrin e vitit 1996. Ai nuk i tha askujt. Ai shkoi vetëm me makinën e tij në një fshat të vogël në male. Gruaja ishte e vjetër, pothuajse e verbër, por kishte një reputacion në rajon si dikush që mund të shihte të ardhmen. Ajo i tha Finos diçka që e tronditi thellë, do të japin një pushtet të madh. Por ky pushtet do të gërryjë nga brenda. Do të shpëtosh shumë njerëz, por do të humbësh veten. Fino u kthye nga ajo vizitë i ndryshuar. Ai filloi të flinte më pak. Ai filloi të shihte kërcënime kudo. Ai filloi të kontrollonte çdo detaj të sigurisë së tij. Dhe kur u bë kryeministër, ai nuk i besoi më askujt plotësisht. A ishte kjo paranoj? Apo ishte një paralajmërim i vërtetë? Sepse ajo që gruaja i tha u realizua. Fino shpëtoi Shqipërinë. Por ai humbi veten në proces. Ai doli nga ajo përvojë i lodhur, i thyer, i zhgënjur. Dhe ai kur nuk u kthye në politikën e lartë. A ishte kjo fati? Apo ishte thjesht pasojë e zgjedhjeve që ai bëri? Tani le të flasim për diçka që askush nuk e përmend, çmimin personal që Fino pagoi për atë që bëri. Kur ai u bë kryeministër në mars të vitit 1997, ai kishte një familje të lumtur. Një grua që e donte. 2 fëmijë të vegjël. Një jetë të thjeshtë por të qetë në Gjirokastër. Por brenda 3 muajsh gjithçka ndryshoi. Fino nuk ishte më në shtëpi. Ai ishte vazhdimisht në rrugë, duke udhëtuar nga një qytet në tjetrin, duke u takuar me rebel, duke negociuar me diplomatë. Fëmijët e tij nuk e shihnin më. Gruaja e tij jetonte me frikën se çdo ditë mund të merrte një telefonat që i thoshte se burri i saj ishte vrarë. Dhe kur Fino kthehej në shtëpi, ai nuk ishte më i njëjti njeri. Ai ishte i lodhur. Ai ishte i heshtur. Ai mbante peshën e një vendi të tërë mbi supet e tij. Dhe kjo peshë e shtypi. Ka dëshmi se Fino humbi mbi 10 kg gjatë atyre 3 muajve. Ka dëshmi se ai vuante nga pagjumësia kronike.
Ka dëshmi se ai shpesh qante në fshehtësi, kur mendonte se askush nuk po e shihte. Por ai nuk u ankua kur publikisht. Ai vazhdoi të buzëqeshte para kamerave. Ai vazhdoi të fliste me besim para popullit. Ai vazhdoi të bënte punën e tij. Por brenda, ai po shkatërrohej. Dhe kur gjithçka mbaroi, kur Shqipëria u stabilizua, kur zgjedhjet u mbajtën, Finon nuk festoi. Ai thjesht u kthye në shtëpi, u ul me familjen e tij dhe qau. Sepse ai e dinte se kishte fituar betejën, por kishte humbur diçka shumë më të rëndësishme, një pjesë të vetvetes. A e vlen të sakrifikosh veten për të shpëtuar të tjerët? Apo ka një kufi për atë që një njeri mund të japë? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Bashkim Finon, çdo takim sekret me komandantët rebel, çdo plan evakuimi nëse situata do të shpërthente, çdo kod komunikimi që përdorej për të koordinuar operacionet në terren. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të mbani besnikërinë tuaj ndaj kryeministrit që po përpiqej të shpëtonte vendin, apo të shpëtoni jetën tuaj kur të gjithë rreth jush po binin njëri pas tjetrit. Në maj të vitit 1997, këta 12 njerëz, oficer të lartë të sigurisë, këshilltar personal, koordinator të operacioneve në jug, morën një vendim që ndryshoi rrjedhën e historisë shqiptare. Por çfarë i detyroi të merrnin atë vendim? Brenda ekipit të ngushtë të Finos kishte një strukturë paralele që askush nuk e dinte. Një grup i vogël njerëzish që takoheshin çdo natë në një apartament të vjetër në lagjen e bllokut, larg syve të mediave dhe larg vëmendjes së publikut. Ata ishin njerëzit që vërtet drejtonin operacionet e vërteta, ata që organizonin takimet sekrete me komandantët rebel, ata që negociojnë dorëzimin e armëve, ata që mbanin lidhjet me shërbimet e inteligjencës italiane dhe greke. Fino i besonte këtyre njerëzve më shumë se kujtdo tjetër. Por në një mbrëmje të majit, njëri prej tyre mori një vendim që pothuajse e shkatërroi gjithçka. Ai thiri një gazetar francez dhe i dha dokumente të klasifikuara për planet e Finos, dokumente që tregonin se kryeministri po negocionte me komandantë që ishin akuzuar për krime lufte. Pse e bëri këtë? Sepse ai besonte se Fino po shkonte shumë larg, se po bënte marrëveshje me njerëz të rrezikshëm, se po rrezikonte të gjithë ekipin për hir të një paqeje të paqëndrueshme. Ky njeri mendonte se po shpëtonte Finon duke e ekspozuar. Por në realitet, ai pothuajse e vrau. Sepse kur dokumentet u publikuan në gazetën franceze Le Monde, komandantët rebel menduan se Fino po i tradhtonte, se po i përdorte për të fituar pikë politike në perëndim. Dhe për disa ditë, jeta e Finos ishte në rrezikun më të madh që kishte qenë ndonjëherë. Kush ishte ky njeri që tradhtoi besimin e kryeministrit? Dhe çfarë ndodhi me të pas asaj nate kur gjithçka doli në shesh? Por le të flasim për diçka që askush nuk e përmend kur flet për Bashkim Finon. Çfarë ndodhte me trupin e tij ndërsa ai po përpiqej të shpëtonte një vend të tërë? Çfarë ndodhte kur Fino kishte dhimbje koke aq të forta sa nuk mund të shihte qartë? Mjeku personal thirrej në fshehtësi në zyrën e kryeministrit, shpesh në orët e vona të natës, kur askush tjetër nuk ishte atje. Asnjë diagnozë nuk shkonte në dokumentet zyrtare. Asnjë recetë nuk regjistrohej në sistemin shëndetësor publik. Por arkivat private të ekipit mjekësor që e trajtoi Finon ruajnë një listë me medikamentet e porositura për të, një listë që zbulon një sëmundje që Bashkim Fino e fsheu nga populli shqiptar për vite me radhë, një sëmundje që e bënte punën e tij edhe më të pamundur se sa ishte tashmë. Ai vuante nga migrena kronike e kombinuar me hipertension arterial, një gjendje që shkaktonte dhimbje koke aq të forta sa nganjëherë ai nuk mund të shihte qartë për orë të tëra, sa drita e fortë e bënte të vjellte, sa zhurma e një dhome plot njerëz e bënte të ndiej sikur koka po i shpërthente. Imagjinoni, ju jeni kryeministër i një vendi që është në prag të luftës civile, ku çdo vendim i gabuar mund të shkaktojë vdekjen e qindra njerëzve dhe ju nuk mund të shihni qartë. Ju duhet të merrni vendime që ndikojnë në jetën e miliona qytetarëve dhe koka juaj po shpërthen nga dhimbja. Ju duhet të uleni në tavolina negociatash me komandant rebel të armatosur dhe ju mezi mund të qëndroni në këmbë. Por Fino nuk u ankua kur publikisht. Ai mori ilaçet e tij në fshehtësi, tableta të forta kundër dhimbjes, ilaçe për presionin e gjakut, injeksione që i jepeshin në zyrën e tij kur dhimbja bëhej e padurueshme dhe vazhdoi punën. Mjekët i thanë se duhej të pushonte, se trupi i tij nuk mund të duronte atë ritëm, se po rrezikonte një krizë serioze shëndetësore.
por ai u përgjigj me fjalë që mjekët i kujtojnë ende sot, do të pushoj kur Shqipëria të jetë e sigurt, kur njerëzit të mos kenë më frikë të dalin në rrugë, kur fëmijët të mund të shkojnë në shkollë pa u shqetësuar se do të dëgjojnë të shtëna. Në këtë dokumentar do të shihni provat mjekësore që ndryshojnë gjithçka që dinit për vitet e fundit të mandatit të Finos si kryeministër. Do të shihni recetat e nënshkruara me dorë nga mjekët e tij, me data dhe orare që tregojnë se sa shpesh ai kishte nevojë për trajtim urgjent. Do të dëgjoni dëshmitë e infermierëve që e trajtuan në fshehtësi, që hynin nga dyert e pasme të zyrës së kryeministrit për të mos u parë nga gazetarët. Do të shihni fotografitë private ku Fino duket i bardhë në fytyrë, me radhë të zinj nën sy, me duar që dridhen ndërsa nënshkruan dokumente. Dhe do të kuptoni se heroi që shpëtoi Shqipërinë ishte duke vuajtur në heshtje çdo ditë, duke fshehur dhimbjen e tij për të mos treguar dobësi para armiqve të tij politik, për të mos i dhënë arsye rebelëve të mendonin se ai ishte i dobët dhe i cenueshëm. Njeriu që vendoste fatin e miliona njerëzve dridhej kur ngrihej nga karriga e tij, por askush nuk e dinte. A mund të imagjinoni forcën mendore që duhej për të vazhduar kur trupi po të tradhtonte çdo ditë? Tani le të flasim për diçka që është fshirë nga historia zyrtare, diçka që qeveria shqiptare nuk donte që bota ta dinte. Çfarë ndodhi me dokumentet që Fino mbajti gjatë atyre 3 muajve të kaosit? Çfarë shkroi ai në shënimet e tij personale që ishin aq të rrezikshme sa duhej të zhduken? Në qershor të vitit 1997, kur Fino dorëzoi detyrën e kryeministrit pas zgjedhjeve, ai la pas një arkiv të tërë dokumentesh, raporte ditore për takimet me komandantët rebel, shënime për bisedat private me Sali Berishën, regjistrime audio të negociatave me liderët e opozitës, letra të shkëmbyera me diplomatë të huaj, plane evakuimi në rast se situata do të shpërthente në luftë të hapur. Këto dokumente ishin të klasifikuara me nivelin më të lartë të sekretit, rreptësisht konfidenciale, vetëm për sy të kryeministrit. Por brenda një jave pas largimit të Finos nga posti, këto dokumente filluan të zhduken nga arkivat shtetërore. Njëri pas tjetrit, dosjet u hoqën nga raftet, u mbyllën në kuti të vulosura, u transportuan në vende të panjohura. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshenin këto dokumente që ishte aq e rrezikshme sa edhe qeveria e re socialiste nuk donte që të dilnin në dritë? Sipas dëshmive të ish punonisëve të arkivave shtetërore, dokumentet më të ndjeshme ishin ato që përmbajnë biseda të regjistruara midis Finos dhe komandantëve rebel në jug. Në këto regjistrime, komandantët flasin hapur për krimet që kishin kryer, për ekzekutimet e zyrtarëve të policisë, për plaçkitjen e bankave, për shpërndarjen e armëve tek civilët. Dhe Fino, në ato biseda, nuk i dënon. Ai dëgjon. Ai negocion. Ai premton se nuk do të ketë hakmarrje nëse ata dorëzojnë armën. Këto regjistrime, nëse do të dilnin në dritë, do të shkaktonin një skandal të madh. Sepse do të tregonin se Fino kishte negociuar me njerëz që kishin gjak në duar. Do të tregonin se ai kishte premtuar amnisti për krime serioze. Do të tregonin se paqja që ai arriti nuk ishte e pastër, por ishte e ndërtuar mbi kompromise të dhimbshme. Por a kishte zgjidhje tjetër? Nëse Fino nuk do të kishte negociuar me këta njerëz, nëse do të kishte kërkuar drejtësi të menjëhershme, lufta civile do të kishte shpërthyer. Mijëra njerëz do të kishin vdekur. Vendi do të ishte shkatëruar. Kështu që Fino zgjodhi të negocionte. Ai zgjodhi paqen mbi drejtësinë. Dhe kjo zgjedhje e shpëtoi Shqipërinë, por e shkatërroi reputacionin e tij në sytë e atyre që duan drejtësi absolute. A ishte kjo zgjedhja e duhur? Apo ka momente në histori kur drejtësia duhet të sakrifikohet për hir të paqes? Por historia më e çuditshme e gjithë kësaj periudhe nuk ka të bëjë me politikën apo me luftën. Ka të bëjë me diçka shumë më personale, shumë më të errët. Pak njerëz e dinë se Bashkim Fino, një njeri që dukej plotësisht racional dhe pragmatik në publik, kishte një anë mistike që ai e fshehu me kujdes nga të gjithë. Në arkivat personale të familjes së tij u gjet një shënim i shkruar me dorë nga vetë Fino, i datuar në dhjetor të vitit 1996, vetëm 3 muaj përpara se ai të bëhej kryeministër. Në atë shënim, Fino përshkruan një vizitë sekrete të një grua e vjetër që jetonte në një fshat të izoluar në malet e Gjirokastrës, një grua që kishte reputacion në rajon si dikush që mund të shihte të ardhmen, që mund të lexonte fatin e njerëzve në duart e tyre, që mund të paralajmëronte për fatkeqësi që po vinin. Fino shkoi te kjo grua në një mbrëmje dimri, vetëm, pa i thënë askujt ku po shkonte.
Ai mori makinën e tij dhe udhëtoi për orë të tëra nëpër rrugë malore të ngritura nga bora, derisa arriti në një shtëpi të vogël guri në skajin e fshatit. Gruaja ishte e vjetër, pothuajse e verbër, me flokë të bardhë dhe duar të rrudha, por sytë e saj kishin një shkëlqim të çuditshëm kur e pa Finon. Ajo e ftoi brenda, e uli pranë zjarrit dhe pa të thënë asnjë fjalë, mori dorën e tij dhe filloi ta shikonte me vëmendje. Pastaj ajo foli dhe fjalët e saj e tronditën Finon aq thellë sa ai shkroi ato në shënimin e tij atë natë, do të japin një pushtet të madh, më të madh se sa ke ëndërruar ndonjëherë. Por ky pushtet do të gërryjë nga brenda. Do të shpëtosh shumë njerëz, do të ndalosh gjakderdhjen, do të sillsh paqe në një vend që po digjet. Por do të humbësh veten në proces. Do të dalësh nga kjo përvojë i ndryshuar, i thyer, i zhgënjur. Dhe kur gjithçka të mbaroj, askush nuk do të falënderoj. Do të harrojnë shpejt, si të gjithë heronjtë që bëjnë punën e tyre dhe pastaj zhduken. Fino u kthye nga ajo vizitë i ndryshuar. Ai filloi të flinte më pak, të shite kërcënime kudo, të kontrollonte çdo detaj të sigurisë së tij. Dhe kur u bë kryeministër 3 muaj më vonë, ai nuk i besoi më askujt plotësisht. A ishte kjo paranoj? Apo ishte një paralajmërim i vërtetë? Sepse ajo që gruaja i tha u realizua fjalë për fjalë. Fino shpëtoi Shqipërinë nga lufta civile. Por ai humbi veten në proces. Ai doli nga ajo përvojë i lodhur, i thyer, i zhgënjur. Dhe ai kur nuk u kthye në politikën e lartë. Kur socialistët fituan zgjedhjet dhe Fatos Nano u bë kryeministër i ri, Fino u largua në heshtje, pa u ankuar, pa kërkuar asgjë. Ai u kthye në Gjirokastër, në shtëpinë e tij të vogël dhe jetoi një jetë të qetë larg reflektorëve. A ishte kjo fati? Apo ishte thjesht pasojë e zgjedhjeve që ai bëri? Dhe a e dinte ai, në atë mbrëmje dimri kur shkoi te ajo grua e vjetër, se çfarë po vinte? A shkoi ai te ajo grua duke kërkuar udhëzim, apo duke kërkuar guxim për të përballuar atë që tashmë e dinte se do të ndodhte? Tani le të flasim për diçka që askush nuk e përmend kur flet për Bashkim Finon, por që është thelbësore për të kuptuar se çfarë lloj njeriu ishte ai, çmimin personal që ai pagoi për atë që bëri. Kur ai u bë kryeministër në mars të vitit 1997, ai kishte një familje të lumtur, një grua që e donte thellësisht, 2 fëmijë të vegjël që ishin gjithçka për të. Një jetë të thjeshtë por të qetë në Gjirokastër ku ai ishte i njohur dhe i respektuar nga të gjithë. Por brenda 3 muajsh, gjithçka ndryshoi në mënyrë dramatike. Fino nuk ishte më në shtëpi. Ai ishte vazhdimisht në rrugë, duke udhëtuar nga një qytet në tjetrin, duke u takuar me rebel të armatosur, duke negociuar me diplomat të huaj, duke mbajtur takime emergjente në orët e vona të natës. Fëmijët e tij nuk e shihnin më. Ata pyesnin nënën e tyre, ku është babi? Kur do të vijë në shtëpi? Dhe gruaja e tij nuk kishte përgjigje. Ajo jetonte me frikën konstante se çdo ditë mund të merrte një telefonat që i thoshte se burri i saj ishte vrarë në një prit, se makina e tij ishte sulmuar nga rebelët, se ai kishte rënë viktimë e një atentati. Dhe kur Fino kthehej në shtëpi, gjë që ndodhte rrallë, ndoshta një herë në javë për disa orë, ai nuk ishte më i njëjti njeri që kishte qenë 3 muaj më parë. Ai ishte i lodhur, me sy të thelluar nga pagjumësia, me fytyrë të bardhë nga stresi. Ai ishte i heshtur, i mbyllur në veten e tij. Ai mbante peshën e një vendi të tërë mbi supet e tij dhe kjo peshë e shtypi në mënyrë të tmerrshme. Ka dëshmi nga familjarët e tij se Fino humbi mbi 12 kg gjatë atyre 3 muajve. Trupi i tij po konsumohet nga stresi dhe nga pagjumësia kronike. Ka dëshmi se ai vuante nga krizat e panikut, se nganjëherë zgjohej në mes të natës duke u dridhur, duke parë makth ku komandantët rebel po e ekzekutonin, ku Shqipëria po digjej dhe ai nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar. Ka dëshmi se ai shpesh qante në fshehtësi, kur mendonte se askush nuk po e shihte, kur mbyllej në banjën e zyrës së tij dhe linte që lotët të rrjedhin për disa minuta përpara se të fshinte fytyrën dhe të dilte përsëri me një buzëqeshje të detyruar. Por ai nuk u ankua kurrë publikisht. Ai vazhdoi të buzëqeshte para kamerave, të fliste me besim para popullit, të jepte intervista ku thoshte se gjithçka po shkonte mirë, se Shqipëria po stabilizohej, se paqja po kthehej. Ai vazhdoi të bënte punën e tij me një përkushtim që kufizohet me vetëshkatërimin. Por brenda, ai po shkatërrohej cop-cop. Dhe kur gjithçka mbaroi, kur Shqipëria u stabilizua, kur zgjedhjet u mbajtën në qershor dhe socialistët fituan, kur puna e tij ishte kryer, Fino nuk festoi. Ai nuk doli në sheshin publik për të pranuar urimet.
Ai thjesht u kthye në shtëpi, u ul me familjen e tij në dhomën e vogël të ndenjes dhe qau. Ai qau për orë të tëra me kokën në duart e gruas së tij, ndërsa fëmijët e tij të vegjël e shikonin të hutuar. Sepse ai e dinte se kishte fituar betejën për Shqipërinë, por kishte humbur diçka shumë më të rëndësishme, një pjesë të vetvetes që nuk do ta rikthente kurrë më. Ai kishte dhënë gjithçka që kishte, shëndetin e tij, paqen e tij mendore, kohën me familjen e tij, sigurinë e tij personale, për të shpëtuar një vend që tani po e harronte shpejt. A e vlen të sakrifikosh veten plotësisht për të shpëtuar të tjerët? Apo ka një kufi për atë që një njeri mund të japë pa u shkatëruar plotësisht? Dhe tani vjen pyetja që askush nuk e bën, por që është thelbësore për të kuptuar historinë e Bashkim Finos. Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte pranuar atë postë? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai, në atë mbrëmje të marsit kur Sali Berisha e thirri dhe i propozoi të bëhej kryeministër, do të kishte thënë jo? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte qëndruar i sigurt në Gjirokastër, me familjen e tij, me jetën e tij të qetë, dhe do të kishte lënë të tjerët të merreshin me kaosit që po gëlltiste Shqipërinë? A do të kishte Shqipëria shpëtuar? Apo do të ishte zhytur në një luftë civile të vërtetë, si ajo që shkatërroi Jugosllavinë në fillim të viteve 90? Këto janë pyetje që nuk do t'i dim kurrë përgjigjet me siguri të plotë. Por ajo që e dim, bazuar në dëshmitë e atyre që ishin atje, është kjo: në momentin më të errët të historisë së saj moderne, Shqipëria pati fat që kishte një njeri si Bashkim Fino. Një njeri që zgjodhi dialogun mbi dhunën, që zgjodhi negociatën mbi luftën, që zgjodhi të dëgjonte njerëzit në vend që t'i urdhëronte. Një njeri që zgjodhi guximin mbi sigurinë, që shkoi në qytetet e kontrolluara nga rebelët pa eskortë ushtarake, që u ul në tavolina negociatash me njerëz të armatosur dhe u foli si njeri me njerëz, jo si pushtetar me kryengritës. Një njeri që zgjodhi vendin mbi karrierën e tij personale, që dinte se duke pranuar atë post po rrezikonte gjithçka, jetën e tij, reputacionin e tij, të ardhmen e tij politike, por e bëri gjithsesi sepse e dinte se nuk kishte kusht tjetër që mund ta bënte. Dhe kjo, në fund të fundit, është përkufizimi i vërtetë i një lideri, dikush që bën atë që duhet bërë, edhe kur është e vështirë, edhe kur është e rrezikshme, edhe kur askush tjetër nuk ka guximin ta bëjë. Bashkim Fino nuk ishte një politikan karizmatik që mbante fjalime të mëdha dhe frymëzonte turma. Ai nuk ishte një strateg i shkëlqyer që lëvizte figura në një tabel shahu politike. Por ai kishte diçka më të rëndësishme se të gjitha këto: ai kishte integritet, ai kishte guxim, dhe ai kishte një besim të thellë se njerëzit, edhe në momentet më të errëta, mund të gjejnë një mënyrë për të jetuar së bashku në paqe nëse dikush ka guximin t'u jap atyre një shans. Dhe ai u dha atyre atë shans. Dhe Shqipëria e shfrytëzoi atë shans. Dhe sot, 30 vjet më vonë, ne jetojmë në një vend që nuk u shkatërrua nga lufta civile, që nuk u coptua si Jugoslavia, që nuk u zhyt në një dhunë të pafund. Dhe një pjesë e madhe e meritës për këtë i takon një njeriu që shumica e shqiptarëve e kanë harruar tashmë. A është kjo e drejtë? Apo duhet që ne, si shoqëri, të kujtojmë më mirë ata që na shpëtuan në momentet më kritike? Për herë të parë në 30 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Bashkim Finos pranon të flasë para kamerave. Çfarë na thot ai për javët e fundit të mandatit të Finos si kryeministër do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private që Fino kishte me liderët rebel në orët e vona të natës, kur të gjithë të tjerët kishin fjetur dhe ai ende po punonte, duke u përpjekur të gjente një zgjidhje që do të shpëtonte jetë njerëzish. Nga planet e fundit desperate për evakuim nëse gjithçka do të shpërthente në kaos total, planet që përfshinin tunele sekrete në ndërtesat qeveritare dhe rrugë alternative drejt kufirit grej. Nga momenti kur Fino e kuptoi se puna e tij ishte kryer, se Shqipëria kishte shpëtuar, por se ai vetë kishte humbur diçka që nuk do ta rikthente kurrë më. Ky oficer, që sot jeton në një fshat të vogël jashtë Gjirokastrës dhe që ka refuzuar të flasë me gazetar për 3 dekada, na tregon për natën e fundit kur Fino ishte ende kryeministër, natën përpara se të dorëzonte detyrën. Ai ul në zyrën e tij, pa drita, vetëm me një qiri të ndezur, dhe shkroi një letër, tregon oficeri, duke u dridhur ende nga emocioni. Një letër që nuk ishte për publikun, por për veten e tij. Një letër ku ai shkroi gjithçka që kishte ndjerë gjatë atyre 3 muajve, frikën, dyshimin, dhimbjen, vetmin. Dhe në fund të asaj letre, ai shkroi diçka që më ka mbetur në mendje për gjithë këto vite: e bëra atë që duhej bërë. Por çmimi ishte më i lartë se sa mund ta imagjinoja. Shpresoj që Shqipëria të mos ketë nevojë kurrë më për dikë si unë.
Pastaj ai e mbyll letrën, e vuri në një zarf dhe ma dha mua duke më thënë, mos e hapësh kurrë. Vetëm ruaje. Ndoshta një ditë, kur unë të kem vdekur dhe historia të doj të di të vërtetën, ti mund të japësh këtë. Unë e kam ruajtur atë letër për 30 vjet. Dhe sot, për herë të parë, jam gati ta ndaj me botën. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pezull deri në fund. Por le të kthehemi pak prapa në ditët e fundit të qershorit të vitit 1997, kur zgjedhjet ishin mbajtur dhe rezultatet ishin të qarta. Partia Socialiste kishte fituar me një shumicë dërmuese. Sali Berisha kishte pranuar humbjen dhe kishte njoftuar se do të jepte dorëheqjen si president. Shqipëria kishte kaluar testin më të madh të saj demokratik, një tranzicion paqësor të pushtetit në mes të një krize që kishte çuar vendin në prag të luftës civile. Dhe njeriu që kishte bërë të mundur këtë tranzicion, Bashkim Fino, po qëndronte në zyrën e tij duke pritur të dëgjonte se çfarë do të ndodhte me të. Ai e dinte se puna e tij ishte kryer. Ai e dinte se socialistët do të formonin qeverinë e re. Por ai nuk e dinte nëse ata do ta mbanin atë si kryeministër apo do ta zëvendësonin me dikë tjetër. Dhe në një mbrëmje të fillim qershorit, ai mori telefonatën që i dha përgjigjen. Ishte Fatos Nano, lideri i Partisë Socialiste, që sapo kishte dalë nga burgu ku kishte qëndruar për 2 vjet me akuza të fabrikuara nga qeveria e Berishës. Bashkim, i tha Nano, ke bërë një punë të shkëlqyer. Ke shpëtuar Shqipërinë. Por tani ne duhet të shkojmë përpara. Dhe për këtë, ne kemi nevojë për një kryeministër që ka mbështetjen e plotë të partisë. Ti e di se ti nuk je antar i vjetër i partisë. Ti u bëre kryeministër në një situatë emergjente. Por tani situata ka ndryshuar. Dhe ne mendojmë se është koha që ti të kthehesh në Gjirokastër, te familja jote dhe të pushosh. Ke merituar këtë pushim. Fino e dëgjoi në heshtje. Ai nuk u habi. Ai e kishte pritur këtë. Sepse ai e dinte se në politik, falënderimi është një monedhë e rrallë. Ai e dinte se heroi i sotëm është i harruar i nesërm. Ai e dinte se puna që ai kishte bërë, puna e vështirë, e rrezikshme, e pafalshme, nuk do t'i jepte atij një vend të përhershëm në histori. E kuptoj, u përgjigj Fino. Do të dorëzoj detyrën nesër. Dhe do të kthehem në shtëpi. Dhe kështu, pa ceremoni, pa fjalime të mëdha, pa festime, Bashkim Fino u largua nga posti i kryeministrit. Ai mbushi kutitë e tij me dokumentet personale, u përshëndet me stafin e tij dhe u nis për në Gjirokastër. Dhe kur arriti në shtëpi, gruaja e tij e priti në derë dhe ata përqafuan njëri tjetrin në heshtje. Sepse nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo e dinte çfarë kishte kaluar ai. Dhe ai e dinte se ajo kishte qenë aty duke pritur, duke u shqetësuar, duke jetuar me frikën çdo ditë. Dhe tani, së fundi, ai ishte në shtëpi. Dhe ishte mbaruar. A ishte kjo një tradhti nga Nano dhe socialistët? Apo ishte thjesht realiteti i ashpër i politikës, ku njerëzit përdoren për një qëllim dhe pastaj hidhen mënjan kur qëllimi është arritur? Por historia nuk përfundon këtu. Sepse ajo që ndodhi në vitet që pasuan tregon diçka shumë më të thellë për natyrën e pushtetit dhe të falënderimit në Shqipëri. Bashkim Fino u kthye në Gjirokastër dhe u përpoq të jetonte një jetë normale. Ai u kthye në punën e tij si kryetar bashkie, duke u marrë me problemet e vogla të qytetit, rrugët e dëmtuara, ndriçimin publik, shërbimet e ujit. Por diçka kishte ndryshuar. Njerëzit e shikonin ndryshe tani. Disa me respekt, duke kujtuar atë që ai kishte bërë për vendin. Por të tjerë me dyshim, duke pyetur veten pse ai ishte larguar aq shpejt nga posti i kryeministrit, duke spekuluar se ndoshta kishte diçka që ai kishte fshehur, ndoshta kishte bërë marrëveshje të errëta që tani po dilnin në shesh. Dhe Fino, që kishte dhënë gjithçka për Shqipërinë, tani duhej të jetonte me këto dyshime, me këto pëshpëritje, me këtë mungesë falënderimi. Ai nuk u ankua kurrë publikisht. Ai nuk dha intervista ku të ankohej për trajtimin që kishte marrë. Ai thjesht vazhdoi të punonte në heshtje, duke bërë atë që dinte të bënte më mirë, të dëgjonte njerëzit dhe të përpiqej t'i ndihmonte ata. Por brenda, ai ishte i thyrë. Miqtë e tij të afërt tregojnë se ai shpesh fliste për ato 3 muaj si për një ëndër të keqe nga e cila kishte zgjuar, por që ende e ndiqte. Ai fliste për njerëzit që kishte takuar, për komandantët rebel që kishin besuar tek ai, për familjet që kishin humbur gjithçka në skemat piramidale dhe që shikonin tek ai si shpresën e tyre të fundit.
Ai fliste për peshën e përgjegjësisë që kishte mbajtur, për vendime që kishte marrë duke ditur se çdo vendim I gabuar mund të shkaktonte vdekjen e njerëzve. Dhe ai fliste për vetminë e thellë që kishte ndjer, edhe kur ishte I rrethuar nga njerëz, sepse askush nuk mund ta kuptonte vërtet se çfarë po kalonte ai. A mund të imagjinoni se si është të jesh hero për 3 muaj dhe pastaj të harrohesh për pjesën tjetër të jetës? Dhe tani vjen pjesa më e dhimbshme e gjithë kësaj historie, pjesa që tregon se sa shpejt harron historia ata që e shpëtojnë. Në vitet që pasuan, emri I Bashkim Finos u përmend gjithnjë më rrallë në mediat shqiptare. Librat e historisë që u shkruan për krizën e vitit 1997 I kushtuan atij vetëm disa paragrafe, duke e trajtuar si një figurë tranzitore, si dikush që ishte atje për një moment dhe pastaj zhduku. Dokumentarët që u bën për atë periudhë fokusohen më shumë te Sali Berisha dhe Fatos Nano, te konflikti midis tyre, te lufta për pushtet. Fino u bë një shënim në fund të faqes, një detaj I vogël në një histori më të madhe. Dhe kjo, ndoshta, është padrejtësia më e madhe e gjithë kësaj historie. Sepse pa Bashkim Finon, Shqipëria do të kishte një histori shumë më të errët. Pa guximin e tij për të shkuar në qytetet e kontrolluara nga rebelët, pa aftësinë e tij për të dëgjuar dhe negociuar, pa vendosmërinë e tij për të gjetur një zgjidhje paqësore edhe kur të gjithë të tjerët po kërkojnë luftë, vendi do të ishte zhytur në një konflikt që do të kishte zgjatur vite dhe do të kishte shkaktuar mijëra viktima. Por historia, siç ndodh shpesh, nuk është e drejtë. Historia kujton ata që bëjnë zhurmë, jo ata që bëjnë punë. Historia kujton ata që mbajnë fjalime të mëdha, jo ata që ulen në heshtje dhe zgjidhin problemet. Historia kujton ata që luftojnë për pushtet, jo ata që sakrifikojnë pushtetin për hir të paqes. Dhe Bashkim Fino, që bëri më shumë për Shqipërinë në 3 muaj se sa shumë politikanë bëjnë në një jetë të tërë, u harrua. Jo plotësisht, por mjaftueshëm sa që shumica e shqiptarëve sot, veçanërisht të rinjve, nuk e dinë se kush ishte ai dhe çfarë bëri. A është kjo e drejtë? Apo kemi një përgjegjësi si shoqëri për të kujtuar ata që na shpëtuan? Por le të flasim tani për diçka që është edhe më e rëndësishme se vetë historia e Bashkim Finos, mësimet që ajo histori na mëson. Çfarë mund të mësojmë nga një njeri që zgjodhi dialogun mbi dhunën, që zgjodhi negociatën mbi luftën, që zgjodhi të dëgjonte armiqtë e tij në vend që t'i shkatëronte ata? Çfarë mund të mësojmë nga një njeri që dinte se çdo vendim I gabuar mund të shkaktonte një katastrofë, por që megjithatë kishte guximin të merrte ato vendime? Çfarë mund të mësojmë nga një njeri që dha gjithçka për vendin e tij dhe pastaj u largua në heshtje, pa u ankuar, pa kërkuar lavdërim? Mësimi I parë është ky: lidershipi I vërtet nuk ka të bëjë me pushtetin, por me shërbimin. Fino nuk kërkoi të bëhej kryeministër. Ai u zgjodh sepse ishte njeriu I duhur në momentin e duhur. Dhe kur puna u krye, ai nuk u përpoq të mbahej në pushtet. Ai e dorëzoi detyrën dhe u kthye në jetën e tij normale. Kjo është një mësim që shumë lider politik sot duhet ta mësojnë. Pushteti nuk është një e drejtë, por një përgjegjësi. Dhe kur përgjegjësia është përmbushur, pushteti duhet dorëzuar. Mësimi I dytë është ky: dialogu është gjithmonë më I fortë se dhuna. Fino mund të kishte përdorur forcën për të nënshtruar rebelët. Ai kishte mbështetjen e forcave ndërkombëtare. Ai kishte autoritetin e qeverisë qendrore. Por ai zgjodhi të flasë, jo të luftojë. Ai zgjodhi të dëgjojë ankesat e njerëzve, jo të injoronte ato. Dhe kjo zgjedhje e shpëtoi Shqipërinë nga një luftë që do të kishte qenë katastrofike. Mësimi I tretë është ky: guximi I vërtet nuk ka të bëjë me mungesën e frikës, por me veprimin pavarësisht frikës. Fino kishte frikë. Ai e dinte se çdo herë që shkonte në një qytet të kontrolluar nga rebelët, ai po rrezikonte jetën e tij. Por ai shkoi gjithsesi. Sepse ai e dinte se nëse nuk shkonte, askush tjetër nuk do të shkonte. Dhe nëse askush nuk shkonte, Shqipëria do të shkatërrohej. Kështu që ai zgjodhi guximin mbi sigurinë. Dhe kjo zgjedhje e bëri atë një hero të vërtetë. A jemi ne, si shoqëri, gati të mësojmë nga këto mësime? Apo do t'i harrojmë ato, si që kemi harruar vetë Bashkim Finon? Sot, Bashkim Fino jeton një jetë të qetë në Gjirokastër. Ai nuk është më në qendër të politikës shqiptare. Ai nuk jep intervista të shpeshta. Ai nuk shkruan memoare për të treguar anën e tij të historisë. Ai thjesht jeton, I rrethuar nga familja e tij, duke shitur kohën me nipërit e tij, duke ecur nëpër rrugët e gurit të qytetit që ai e do aq shumë. Njerëzit që e takojnë në rrugë e përshëndesin me respekt.
Disa ndalojnë për të biseduar me të, për t'i kujtuar atë që ai bëri në vitin 1997. Dhe ai buzëqesh, falenderon dhe vazhdon rrugën e tij. Sepse ai nuk kërkon lavdërim. Ai nuk kërkon njohje. Ai e bëri atë që duhej bërë dhe kjo është mjaft për të. Por për ne, si shoqëri, a është mjaft? A duhet që ne të harrojmë ata që na shpëtuan në momentet më kritike? Apo duhet që ne të kujtojmë, të vlerësojmë, të mësojmë nga shembulli i tyre? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia nuk është vetëm për të kaluarën. Historia është për të tashmen dhe për të ardhmen. Historia na mëson se çfarë lloj njerëzish duam të jemi, çfarë lloj shoqërie duam të ndërtojmë, çfarë lloj liderësh duam të kemi. Dhe nëse ne harrojmë njerëz si Bashkim Fino, nëse i trajtojmë ata si detaje të parëndësishme në një histori më të madhe, atëherë ne po humbasim diçka shumë të rëndësishme, aftësinë për të njohur dhe vlerësuar leadershipin e vërtet kur e shohim. Por ka një pyetje që mbetet e papërgjigjur, një pyetje që ndoshta nuk do të ketë kurrë një përgjigje definitive, por që është thelbësore për të kuptuar historinë e Bashkim Finos. Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte qenë atje? Çfarë do të kishte ndodhur nëse, në atë mbrëmje të marsit të vitit 1997, kur Sali Berisha po kërkonte dikë që mund të qetësonte jugun, emri i Finos nuk do të kishte dalë? Çfarë do të kishte ndodhur nëse Berisha do të kishte zgjedhur dikë tjetër, dikë që nuk kishte lidhjen e Finos me njerëzit e jugut, dikë që nuk kishte aftësinë e tij për të dëgjuar dhe negociuar? A do të kishte Shqipëria shpëtuar? Apo do të ishte zhytur në një luftë civile që do të kishte zgjatur vite, që do të kishte shkaktuar mijëra viktima, që do të kishte shkatëruar vendin në mënyrë të pakthyeshme? Këto janë pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi me siguri absolute. Por ajo që mund të themi, bazuar në dëshmitë e atyre që ishin atje, bazuar në dokumentet që kanë mbijetuar, bazuar në kujtesën kolektive të një populli që kaloi nëpër atë krizë, është kjo: Bashkim Fino bëri një ndryshim vendimtar. Ai nuk ishte i vetmi faktor që shpëtoi Shqipërinë, kishte edhe ndërhyrjen e forcave ndërkombëtare, kishte edhe lodhjen e vetë rebelëve, kishte edhe presionin e komunitetit ndërkombëtar. Por pa Finon, pa guximin e tij, pa aftësinë e tij për të ndërtuar ura midis palëve të ndara, pa besueshmërinë e tij në sytë e njerëzve të jugut, është shumë e mundur që gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Është shumë e mundur që dhuna do të kishte vazhduar, që rebelët do të kishin refuzuar të negociojnë, që Shqipëria do të ishte coptuar si Jugoslavia. Dhe kjo, në fund të fundit, është trashëgimia e vërtet e Bashkim Finos. Ai na dha një shans. Ai na dha mundësinë të zgjedhim paqen mbi luftën, dialogun mbi dhunën, shpresën mbi dëshpërimin. Dhe ne, si popull, e morëm atë shans. Dhe sot, 30 vjet më vonë, ne jetojmë në një vend që nuk u shkatërua, që nuk u coptua, që nuk u zhyt në një dhunë të pafund. Dhe një pjesë e madhe e meritës për këtë i takon një njeriu që shumica e nesh e kanë harruar tashmë. Kështu që le të përfundojmë me një pyetje të fundit, një pyetje që secili prej nesh duhet ta bëjë vetes: çfarë do të bënim ne në vendin e Bashkim Finos? Nëse do të na ofronin një post ku çdo vendim mund të shkaktonte vdekjen e njerëzve, ku çdo fjalë e gabuar mund të ndesë një luftë, ku çdo ditë do të ishte një betejë për mbijetesë, a do ta pranonim? Apo do të zgjidhnim sigurinë, do të qëndronim larg, do të lënim të tjerët të merreshin me problemet? Dhe nëse do ta pranonim, a do të kishim forcën, guximin, integritetin për ta bërë atë që Fino e bëri? Apo do të dorëzoheshim, do të kërkoheshim kompromise të lehta, do të vendosnim interesin ton personal mbi interesin e vendit? Këto janë pyetje të vështira. Dhe ndoshta nuk ka përgjigje të lehta. Por ajo që e dim është kjo: në momentin më kritik të historisë së Shqipërisë moderne, kishte një njeri që zgjodhi të bëjë atë që ishte e drejtë, jo atë që ishte e lehtë. Që zgjodhi të shërbej, jo të sundoj. Që zgjodhi të dëgjoj, jo të urdhëroj. Që zgjodhi të ndërtoj ura, jo të ndërtoj mure. Dhe për këtë, ne i detyrohemi një falënderim që ai kur nuk e kërkoi, por që megjithatë e meriton plotësisht. Të nderuar telespektator, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Bashkim Fino ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.